Alo, Nga telefonon? nga Ferizaj. Si ju duke gjua mërgjimtare ndaj politikës e dashur? E të mërshme. E të mërshme. E të mërshme dhe mërgjimtarët e ka një problem që nuk vinë me jetu në Kosovë mu balafaqu me problemet që i kemë çdo ditë. Prej mëngjesi deri mbrëmje. Me çmime të larta, me nafta, me benzina, me rryma 300%, e shumë gjona tjera. Po. Edhe është për keqardhje si dy të moshuar, më vjen shumë keq me ata dhëmbë që si rregullojnë. Dhëmbët e vet e vinë i fyjnë këto ushtarët, e vajzën, e familjeve të dëshmorëve. Është vërtet për keqardhje. E dashur, faleminderit shumë Margje. Në fakt, gjithmonë ka qenë më lehtë më marrë me punë të tjera se me tuat, kështu që zotrit kanë zgjedhur ashtu që me diçka tjetër më marr, e jo me veten e vet.